Sa herë më ke pritur tek vendi që ne dim, me si u treke kur era fryn stuhi. Të dy të lagur strokur qëndronim, e s'ndjenim ne vetmi. Vet më mësove se dashuria ka djell dhe në shi. Vet më mësove se dashuria tërqellin ka qati. Shumë bukur këndon bukur. Shumë faleminderit. Ke këndu shumë e intonuar, shumë delikate, shumë bukur këndon. Shumë faleminderit. Kjo është një këngë e pavdekshme e jotja, besoj të gjithë e dim. Është këngë e vështirë sepse është e thjeshtë fare dhe gjërat e thjeshta nuk janë. Gjërat e thjeshta nuk janë kur të thjeshta, sa duken. Po është. Robert, të bëj një pyetje. Pse ka qenë një vendim i marrë nga ty rastësisht që ke hequr dorë nga muzika, apo thjesht rrjedhja e jetës të bëri të hiqe dorë? Jo, unë hoqa dorë. Hoqe dorë ti. Dhe kam heq dorë në kulmin e vet. Për çfarë arsye? Ku di unë, është një budallik që më ka kapë dhe s'po më lëshon dom. Që besoj që gjërat kanë radhë dhe kohë. Për shembull, me këtë këngë që cilën u pranova shumë vonë për të kënduar fakt zyrtarisht. Isha këngëtari më i vonuar në kohë. Këndoja që i ri fare. Kitarën i kisha bërë vetë. Këndoja në për party, domethënë party të fshehura me perde të mbyllura. Se po të na dëgjonin na fikin derën e shumë historira që nëse tani s'kemi kohë. Edhe si arriti që rastësisht këndova më lejuan një herë. Ajde dhe aty e hëngrën se aty i dhanë pak frymare një monstre që nuk do ishte më aq i përmbajtur në kuptimin që sepse këngëtarët ishin shumë në pëlqeu shumë si e përshkruaj veten. Po jo se aty respektonin shumë këngëtarët ishin të vetë censuruar njerëzit këtu. Respektonin rregullin partia, komunizmi kjo, si kisha këto fare. Që erdha me këtë këngë dhe masaj këngë, po me Gaz Mullajn, bëm një të dytë, këngë e cila u frymëzua nga një vajzë që këndonte në një dhomë vetëm e izoluar. Edhe hapte gitarën. Edhe zbukuronte jetën në të gjithëve aty në Baçë, në lagje, se lagje mbyll, mbrapa ambasadave. Lagje e mbyllur, lagje lezetshme kjo. Edhe ajo këndonte dhe unë ma gjep se si ka. S'kishe në si ajo të këndonte bukur. Zëri asaj ishte një magji që të penetronte kështu. Edhe t'jepte një kënaqësi të paparë. Harroj mikrofonin. Edhe domethënë dimensioni filmik, po kinematografik që i jep ajo realitetit tim në balkonin tim, domethënë një ndërtesë të varfër. Po më e mira aty. Se ti ajtë që një barake. Unë isha në një shtëpi 2 kace që kishte dhe tualeta brenda dhe ujë, ndërkohë që shtëpitë përpara që ishte një si vagon treni kështu. Nuk kishin as panja asgjë brenda, kishin gjitha kolektive në një cep aty. Edhe dilje në balkon edhe ishte një soundtrack, një realiteti kinematografik të papar që unë si fëmijë nuk di çfarë them, çfarë ishte ajo, një magji, unë jetoja domethënë një moment komplet sublim jashtë realitetit dhe jashtë vendit. Unë fluturoja. Të dalit time mia në balkon ishin me vërtet escaping nga realiteti që mizerabël që kishim kështu. Se edhe jeta modeste, nuk ishte domethënë mjete shumë për të bërë qef. Robert, i njohur për deklarata të guximshme. Cili është komenti që ty të ka vrarë më shumë nga publiku? Domethënë mënyra se si ata e kanë perceptuar, e kanë gjykuar, mënyrën se si ti je drejtuar apo deklaratave që ti ke dhënë. Ka ndonjë koment që të ngelur në mendje? Unë asnjëherë nuk jam ofenduar personalisht nga publiku, s'ka marrë asgjë personale, publiku thot atë që do. Publiku unë edhe Galës i kam thënë. Që 4 vjet që kam thënë. Kur bënte modeling dhe kur ka qenë në panel me Catherine Deneuve, me këtë Gérard Depardieu dhe unë shkoja se isha babai dhe kujdesesha me superstare mondiale. I kam thënë 4 vjet që i thash shikoj, i thash Gala opinioni, se i tha asaj Grimiere, se tha se nuk duke me bukur këtej.
Ishte 4 vjeç dhe ajo thotë se duke më bukur këtej. Se kishte që 3 vjeç ka fillu Gala të bëj këto gjërash. Edhe i thash Gala publiku, thash nuk vlen 1 lek. Nuk të lutem, i thash mos se nuk konsidero, dhe kam thënë shpesh që publiku është 0. Pse? Jo për ta injoruar publikun. Problemi është që ti duhet bësh gjërat, vetvetja të bësh gjëra që ti pëlqen. Edhe shumë e rëndësishme që një artist të jetë i sinqert, të jetë i vërtet, të jetë mos gënjej, sepse këtu gjërat bëhen për qefit publikut edhe komercializohen dhe shiten dom standarde shumë të ulta, thjesht do publiku. Me publikut po ti ofrosh një standard tjetër, pak më vonë ndoshta po do arrit ta kuptoj do edukohet me cilësi tjetër, me standard tjetër, pra është detyra jon ne që bëjmë art ose njerëzit që publik që dalin televizion, gjithta duhet të prezantojnë standard të lartë komunikimi. Se kështu edukohen njerëzit, dhe kështu ne kemi kontribut në publik dhe kështu publiku të do me vërtet. Duke qenë ti ai që je, edhe unë nuk jam një perfekt. Unë jam i gabueshëm, por ama unë jam ai që jam. Po, çfarë të shtyn ty të jesh kaq i hapur dhe i guximshëm në opinionet e tua? Unë shumë nevoja ime. Unë duhet të jem se s'bën ashtu sepse jam ndryshe dhe unë duhet të jetoj dhe mos më plas para asnjë tjetër për opinionin e askujt. Fare, 0 me gjufka. As më intereson fare çfarë mendon secili. Duket muzika që po prodhohet sot. Industria apo është art akoma? Jo, nuk ka lidhje me artin, është shumë e vështirë të thuash. Në Shqipëri e vetme gjë që mund të shkosh shofësh aktualisht është teatri i operës. Edhe unë do thoja që shumë e rëndësishme që opera të frekuentohet nga të rinjt. Sepse jo vetëm që ka standardin më të lartë, paktën në Shqipëri, po opera në vetvete është simboli apo treguesi i suksesit qoftë teknologjik ose artistik si do ta marrësh, është një komb me opera, është një komb i emancipuar. Dhe kjo tregon dhe sa i fuqishëm është një shtet. Prandaj them që aty duhet të mshojmë, edhe politikat e shtetit duhet të ishin ato për investime më shumë në kulturë, sidomos në institucione si opera, sesa në tallava. Pra, e të mërshme këtu është që institucion shtetëror japin më shumë lek për një tallavaist ose një burgaxhi që këndon rap. Mirë se jemi dhe çik Ballkan ne tani në Azionit, në Azionin çik gjaku kur vjen puna për Ballkan. Ballkan, po grekët nxjerrin superstare, jo tallavaje. Ka dhe çik ka tallavan për gjithë nivelet. E tunde dhe çik. Më fal pak. Ka tallava. Ma ka gjigant në muzikën klasike. Po, është tjetër gjë të jesh gjigant mendoj në muzikën klasike. Ashtu ka letërsi, më fal, ka arkitekt të papar. Tani çka kemi të neve? nxjerrësh një mesazh dhe të mos bësh muzikë të mirë janë dy gjëra të ndryshme, mendoj unë. Se greku për shembull e ka këtë tallavan në brendsinë e tij, po mund të nxjerrë. Sido që tjetë, është ajo që ty të bën të kërcesh. Ballkanin e bën të kërcej. Ne jemi pjesë e Ballkanit. Ne kemi tallava që nuk është identitet shqiptar. Janë të gjitha ngjyrat. Jam shumë dakord me Robertin. Sa për mua. Qofsi do ti, është problemi jot dhe unë po flas me zërin e publikut në këtë rast. Ose e kuptova, po ankoje për investimin që ka më shumë në tallava, ndërsa në teatrin kombëtar nuk ka, kështu që unë besoj që ka dhe tallava. Shiko, ne këtu përfaqësojmë secili veten, nuk mund të pretendojmë që unë tani përfaqësoj popullin shqiptar, se kështu është çesharake pastaj. Pra ne do flasim si e shohim në realitetin. Po pra, unë prandaj thash që ti do të justifikosh tjerët. Ty të pëlqen tallava dhe tani s'ke çfarë thua tani. Jo. Mos ma merr kështu në këtë lloj. Tani marrim të gjitha ngjyrat e mendimeve që mund të kenë. Dhe flas për ngjyrat, në këto ngjyra, unë kam ngjyrën time, edhe si jam egoist, më kupton tani, ekzistenca jote nuk varet nga imja. Ti merr frym vet. Ti ke preferencat e tua dhe duhet i respektosh, jam shumë dakord. Por unë kam mijat. Po me çfarë do kërcejmë ne po spati? Po do kërcesh. Tallava. E si justifikohet kjo mbështetja nga ana e shtetit tek tallavaja dhe jo ke arti ke. Si? Si justifikohet pse pas ke investuar shteti më shumë me s'ka interes. Shiko, si mund ti manipulosh masat? Me gjithë jetën, historikisht njerëzit manipulohen nëpërmjet praktikimit disa politikave që kanë të bëjë edhe me investimet në dije. Se nga momenti që fillojmë dhe kuptojmë dhe kemi pak dije dhe dim të racionalizojmë dhe dim të gjykojmë mbi gjërat, ne nuk mposhemi dot nga pushteti dhe pushteti ju vë poshtë sepse ju ka manipuluar dhe ndoshta ju bë
pula nesër. Jo, re dua të kërcej. Do bëni emision me kakarima këtu. Një pyetje kam, mos e ke fjalën për mbështetjen që qeveria i bën këtyre këngëtarëve që i mirë në fushata, se ku tjetër i ka mbështetur Tallavan. Ja pra kjo që fushatave është tmerrsisht abuzim i madh. Pse e para njëherë që ai është loj influencë. Ti influencon një mas publiku me një ignorant, një burgaxhi që e merr aty në panel, ka qenë në burg, njëri agresiv, pse ka ndoka rrap. Edhe çfarë pastaj? Se e merr atë, se ka mos më thuaj emra. Okay. Se e merr, sa tani nuk më thashë them, po them fenomeni që ndodh, se ka ndodh nga të gjitha forcat politike. Pra, Hull disa para publike as janë astuat xhepit ton, për interes partisë tënde, për interes të votës në funksion të interesit ton. Dhe personalisht nuk më ndikon fare, po fare, më ndikon vetëm ajo muzika që mua më bën të kërcej. Po kjo ndikon në standardin e jetës tënde dhe në ndërtimin e një shteti demokratik me standarde demokratike, kjo ndikon në jetën tënde, në lifestyle-in tënd, në lumturinë tënde që jeton në një shoqëri depresive. Po dëgjoj, po un po them parat publike, taksat tua nuk duhet shkojnë te Tallavaja, duhet shkojnë te standardet e operas, standardet e teatrit, standardet e teatrit kukullave. Ka nevojë të hedhin shumë para, duhet bën shkolla fillore, duhet bën ndërtomi brez. Po mendoj se kjo duhet fillojë nga njerëzit si fillim, ë? Ah, ti kundërshton për të. Po ti kundërshton kur mendim s'ka. Jo, ti mund të bësh do kalojmë në publicitet dhe do ma thuash pastaj. Dakor. Okej. Haj.